doja them që në kryetarës që patjetër që unë vlerësoj punën që mjekët e kësaj qendre ambulatore apo mjekët dhe infermierët e çdo qendre tjetër në njësinë numër 5 apo që i korespondojnë qendrës shëndetësore numër 8 po bëjnë veçanërisht në një periudhë piku sa i takon gripit apo duke i shërbyer edhe të smurëve kronik. Por dërgimi i gjithë banorëve në nevojë për shërbim shëndetësor në lagjen rreth e qark zonës apo rrugës Irfan Tomin pas shkollës Valsilçanto nuk është zgjidhje. Kjo është harta e zonës dhe jemi këtu me atë qendër ambulatore që ishte dhe kemi shkuar këtu të paktën 10 blloqe banimi më lart. Dhe po e përsëris, për njerëz në nevojë të smur kronik në moshë të madhe, kjo është e pamundur. Dhe këta nuk janë njerëz që i shpikun, janë njerëz real që duhet marrin shërbim shëndetësor sa më pranë vendbanimit të tyre. Kjo është e para. E dyta që është po kaq e rëndësishme. Pse qendra ambulatore tek shkolla Valsilçanto nuk ofron kushte. Natyrisht ofron kushte më të mira se sa në rrugën Irfan Tomini. Por unë nuk mendoj që kjo 3 dhoma që unë i vizitova dje, siç i kam vizituar gjatë gjithë javës që shkoj, 3 dhoma dhe që janë këto, ofrojnë shërbim maksimal pikërisht për këta njerëz. Për më tepër që të gjitha dhomat ishin pas sistem ajrimi. Dhe më vjen keq, po në kushtet e gripit, një dhomë pas sistem ajrimi, të treja pas sistem ajrimi, unë nuk mendoj që janë të përshtatshme për t'i ofruar shërbim këtyre njerëzve. Dhe e fundit gjë që kam po prap në këtë aspekt, më lejoni që unë t'i kundërshtoj shifrat që ju dha. Sipas atyre numrave, i bie që një vizitë mjekësore të kryhet në vetëm 7 minuta. 7 minuta vizitë mjekësore, sipas të gjitha llogarive, nuk mund të ketë. Tani, për të shkuar më tutje, po patjetër, e gjithë njësia numër 5 ka nevojë për ambiente që ofrojnë shërbimin shëndetësor. Ju keni plotësisht drejt për qendrën shëndetësore në lagjen Irfan Tomini, ashtu është, po unë nuk di ndonjë plan për të rikonstruktuar pallatin të tërë, sepse qendra shëndetësore apo qendra ambulatore ishte në katin e parë të atij pallati. Tani që të rikonstruktohet ajo duhet bërë pallatin nga e parë. Dhe këtu vim tek pika tjetër që është akoma më e rëndë, që çdo njësi e shërbimit shëndetësor në njësi numër 5 është në katin e parë të një pallati. Dhe kjo është e tepërt. Këto janë pamjet e asaj që ju sapo përmendët, e që është konsultori i fëmijës. Shikoni në ç'kushte është. Ky këtu matan ngjitur me konsultorin është qebaftore. Ndërkohë ambienti i pritjes është ky këtu poshtë. Dhe tani, të gjithë banorët e njësisë numër 5, dhe që është kjo, kanë vetëm këtë konsultor këtu. E fundit gjë që kam, do ishte shumë e frytshme, e dobishme, që minimumi drejtoresha e qendrës shëndetësore numër 8 të kishte bërë realisht përpjekje për të gjetur një ambient në lagjen rreth rrugës Irfan Tomini. Dhe nuk është e vërtetë që nuk ka ambient, ka ambiente në atë lagje, por nëse ke një kontratë të gatshme dhe gjëmon pas atë kontratë të gatshme, natyrisht që nuk shikon dot për ambient tjetër. Dhe mjafton kaq që drejtoresha e qendrës shëndetësore numër 8, që është marrë me këtë gjë dhe ka zhvendosur atë pikë nga atje në një pikë tjetër, ka thyer shumë rënd besimin edhe ndaj jush, edhe ndaj qytetarëve, edhe ndaj nesh. Faleminderit. Faleminderit.